Në qytetin e bukur të Prizrenit, për 3 ditë me radhë u mbajt edicioni 3 i Selam Fest 2026, një aktivitet që bashkoi besimin, kulturën, artin dhe traditën. Dita e 3 dhe përmbyllse solli momente të veçanta, ku i pranishëm ishte edhe myftiu i Kosovës, Zotëri Naim Tërnava, i cili ndau fjalë rasti, ndërsa pjesë e këtij organizimi ishin edhe personalitetet të tjera, fetare, institucionale, përfshirë edhe kryetarin e Prizrenit, kryeïmamin e Prizrenit dhe gjithashtu këngëtarin Adem Ramadani. Selam Fest nuk ishte vetëm skenë dhe program artistik, ishte edhe hapësirë ku promovua tradita dhe angazhimi i grave të komunitetit, sepse në kuadër të këtij festivali u organizua dhe panajiri i ushqimeve tradicionale, ku gratë e departamentit pranë Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren sollën gatime tradicionale dhe një atmosferë të veçantë mikpritjeje. Për këtë organizim dhe për rolin e grave, në këtë aktivitet biseduam edhe me kryetarin e departamentit të gruas. E të dashur miq, për këto gatimet bukura do të flasim me Mërgime Kalenderin, kryetare e departamentit të gruas në Prizren të Bashkisë Islame të Kosovës. Mërgime, cili është qëllimi që të gatimeve që po ta kënaqin synin edhe me nxis po pret njëri me shiju? Panajiri i ushqimeve ndryshe i njohur edhe si kermezi tashmë është bërë një traditë jona në Prizren, duke e ditur se Prizreni ka veçoritë e saj, karakteristikat e saj dhe historinë e bukur. Panajiri i ushqimeve veç se tashmë e ka zbukuruar, e si vjet panajiri të ushqimeve e ka begatu dhe i ka dhënë një hieshim ndryshe dhe Selam Festi. Ushqimet zakonisht janë të punuara nga duart e nënave, xhamatlikeve tona, që bashkarisht vinë na mbështesin në xhamitë tona, për ndryshe na mbështesin edhe bizneset e Prizrenit. Qëllimi i këtyre shitjeve, fitimeve të këtyre shkon për fëmijët që mësojnë gjatë vitit në xhamitë tona, pra fëmijët e mektebit. Në përshëndetje, në për programe të ndryshme, pra dhurohet prej fitimit të kermesit. A e bojnë me shumë kënaqësi xhamatlikët këtë punë, se po shihet edhe shumë kreativitet, ta lëm përshtypjen që secila është më profesioniste se tjetra. Tashmë është i 5 vit me radhë që organizojmë kermezin ose ndryshe panajirin e ushqimeve, edhe nënat pa asnjë hezitim mundohen secila me kontribu në mënyrën e vet, secila me qenë me shumë produkte për me i dhënë mbështetje mektebit fëmijëve. Falenderojmë Këshillin e Bashkisë Islame se sa herë kemi bërë organizime të tilla, kanë qenë mbështetësit tonë kryesor. Falenderojmë edhe xhamatin, nënat tona, që sa herë që ne i kërkojmë prej tyre, ata janë të gatshëm me na mbështet. Falenderojmë padyshim, mos i harrojmë edhe bizneset, se edhe ata kanë kontribuar në panajirin tonë të ushqimeve. Zoti i dashë shëndet të mira. Selam Fest la pas 3 ditë me plot emocion, mesazhe të bukura dhe momente që do të kujtohen gjatë. Në nagët, më badhja bela